Nga kjo finale e Kupës së Botës, ata bëjnë 3 gola dhe fitojnë 3-2. Ka lezet e Gjermania, ka lezet. Dhe Të jetosh atë. dhe në 74-ën gjermanët prap mundin një ekipin e dytë më të madh gjithë kohërave, që ishte Hollanda, 1-0 sa fillon ndeshja, pra fitojnë 2-1. Dhe Gjermania është vetëm një skuadër, ka vetëm një skuadër, domethënë që ka mundur këto dy, Hungarinë dhe Hollandin, që është Gjermania, dhe ka një arsye besoj që do të keqin Gjerman ta bëjë apo. Ti tifoz me Gjerman? Ta bëjmë një pyetje të fundit. Pastaj ka dhe hipoteza që jo po përdo pikë kështu gjëra, pastaj për tifozët gjerman për atë kohë, po gjithmonë ka hipoteza të fituesit. Cili është lojtari vetëm që ka shënuar gola në 4 edicione të ndryshme të Kupës së Botës? Përpara Cristiano Ronaldo. Radhazi apo Jo, përpara se këtë ta bënte Cristiano Ronaldo. Okay, pa. Sepse për atë punë edhe Messi, po jo Radhazi, se edhe Messi ka shënuar në. Përpara se ta bënte Ronaldo, kush ishte? Përpara ka vetëm një lojtar që ka bërë 4 gola në 4 kupa bote rresht. Po. Miroslav Klose? Apo? Kur i ka bërë Miroslav Klose? 2002-shin. Po tjetër kur? 2006-ën. Po tjetër kur? 2014-ën. Po 2010-ën çfarë bëri? Si ishte fare? Si ishte fare.